Selam aleikum shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Mirë se erdhët edhe në emisionin e radhës të muslimaneve në përbot. Emision ky që transmetohet vetëm gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Sot kemi në lidhje Njomza Hoxha Osmani, nane 3 fëmijëve, e cila jeton tash 16 vite në Sydney të Australisë. Ajo do të ndajë me ne përvojat e tyre si musliman atje dhe normalisht duke përfshirë edhe pjesën e atmosferës së Ramazanit atje. Selam aleikum Njomza. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën tonë virtuale. Ju faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësia ime. Njomza, a mundesh me ndo pak për atmosferën e Ramazanit në Sydney? Po, në Ramazanin në Sydney, ndoshta nuk do ketë shumë dallim nga vendet e tjera, duke pasur parasysh se Sydney, Australia është një vend me ndryshim të popullsisë, po elhamdullah e ka edhe musliman që bëjnë atmosferën e Ramazanit. Një prej gjërave që ndoshta mua që 16 vite që jetoj këtu në Australi, që më mungon gjatë Ramazanit dhe nxitjet e tjera si muslimane, është se në Australi dëgjimi i ezanit në qytet nuk është për shkak është ligj i vendit, po kjo nuk është vetëm për muslimanët, po është edhe për krishterët, nuk lejohet domethënë kombonat në përkisha në ditën e diellit. Duke mos të ketë diskrimime fetare, kanë ndalu ritualet fetare në vend. Po, po vazhdo një, më fal. Ramazani në Sydney ka atë shyretin e vet, si them të drejtën. Bojnë organizime pas taravijave në vetë në qytetit, ku ka më shumë qytetarë, bojnë dekorimi qyteti, bojnë masani markete, bojnë lojra, me drita, që fëmijët ndjenë atë për një muaj Ramazan. Kjo është një prej që e veçon Ramazani këtu në Sydney. Për ju si mos po në rrugë nuk ka diçka që vrehet sa i përket Ramazanit apo në qytet? Në rrugë nuk ka sinjale që vrehet Ramazani, ndonjë dekor apo diçka e tillë? Po, në të them të drejtën në qytet, sikur në për marketet, shopping centra që çuni ka për shkak të respektimit të njerëzve këtu që e kemi, në të shkruar me parolla Ramadan Mubarak. Okay. Ka zbukurime të dritave. Një gjithashtu edhe në aeroport të Sydneyt, po të shkojsh ke parollën të shkruar Ramadan Mubarak. Okay. Shumë e mirë kjo. Mundësia e praktikimit të islamit këto jemi të ditë, kemi të drejtën e ligjisë në mënyrë maksimale. Po, Njomza, ju atje keni xhamin Sheikh Albani, apo? Po, elhamdulillah, si shoqat e organizimit Sheikh Albanit ka filluar pi vitit 2012 në Australi. Por atje kur kemi filluar nuk kemi pas xhamin ton, e kemi pas me qira një objekt nga komunia, ku kemi realizuar faljen e xumas. Pastaj kemi faljen në Ramazanit edhe Bajramit. Po elhamdulillah duke pas nevojën se ne duhet ta kemi një xhamia tonë të shqiptarëve, ku fëmijët tonë të kenë vendi ku të shkojnë të mësojnë sin Kur'anin, të kenë mundësinë e komunikimit shqip, të kemë mundësimin e bashkimit e në muslimanëve shqiptar. Kemi filluar me tubimin e parave, elhamdulillah, na mësoi Allah, u bë tubimi, u bleu objekti, e bën ndërtimin e xhamias dhe për herë të parë në vitin 2020 u bë hapja e xhamisë tonë, u fal Ramazani i parë i shqiptarëve në xhamin Sheikh Albani. Çfarë ndjenje ishte për ju, Njomza? Subhanallah, ishte një ndjenjë mirë duke pas parasysh se këtu në Sydney nuk ka shumë familje shqiptare, për afërsisht me sa di unë, ndoshta jemi 300 familje, po na mëson Allah që ta bëjmë xhamin tonë. Xhamia ka afërsisht 600 veta, është e madhe që mundet me xhamat në park
bëhet prej asaj kohe, bëhet falje e 5 kohëve të namazit, në thove falje e xhumas, ka pastaj mësimin e besimit për fëmijët prej të anët dhe të ejtën, ka ligjërata mjave, ka mundësi edhe mujore, marrët prej organizimit që duhet, po e mira është elhamdullah është në funksionim. Po, tash në Ramazan të ravit falen atë xhamia, po? Edhe ezani brenda xhamis dëgjohet. Po, elhamdulillah, që tash për Ramazan, ezani dëgjohet, ravia falen, bilem në Ramazan, mundohemi çdo vit në Ramazan të bimi hoxh nga vendet tona, nga Kosova, Maqedonia, që të kemi në vendin tonë, që komuniteti jonë të kenë kurtan, në shalar tonë, të mësojnë fëmijët tonë, të mësojnë kulturën tonë, traditën tonë. E mira e këtujt është se ne shqiptarët që kemi arë në Australi, mundohemi të arrujmë traditën tonë. Fetare, po njëtën tonën edhe shqiptare. Shumë mirë. Shyreti e thajë, thirrni njerëzit, familje, jemi familja, por nuk jemi vetëm shoqërim, më në Ramazan kemi moftu në për iftarin në për shtëpia, kemi më shku, kemi më ardhë, ekziston një Ramazan, jemi ashtu të ngarkuar ai shyreti i Ramazanit këtu është ajo, se ende ekziston ajo mundësia, ajo Ramazani që ka qenë më herët në shqiptarët. Po, Njomza, ju keni bashkëpunime ose do më thonë ndërveprime me komunitetin musliman edhe të nacionaliteteve tjera, po? Qofshin arab? Po, elhamdulillah, kemi me dhëmëndimin e tyneve nga këndimur për muslimat të tjerë për ndërtimin e xhamisë të bënë kësi qërë se kostoja e ndërtimit e një xhamia është po gjemave të në Australi, po me fondacionet që janë bëna kanë timu edhe musliman, vllazërit, motrat muslimanet e komuniteteve tjera, edhe në kanë timu për me po edhe xhamia, edhe kanë xhamia tash për momentin është në funksiona, nuk ka vetëm shqiptarët, por ka edhe komunitete tjera që vinë në xhamian tonë, që vinë falen, kanë që vinë edhe fëmijët e tyre për mësimin e besimit. Po. Është në funksionim. Në xhamin Njomza i keni, do me thonë, më tregove para se me fillu, do me thonë, emisionin, që ju ftoni ko pas ko e hoxhallar të vendit shqiptar, atje, që të kontribojnë. Po, mundësish mundohemi çdo vit e Ramazanit të vjetë. Po, nuk jam mund të që për patkesh si vjetë në të mundësia, po çdo vit e Ramazanit kemi mundu që të kemi hoxhallar për vendeve tona, të Kosovës, kemi pas të Maqedonias, çdo vit e Ramazanit kemi mundu të kemi shqiptar për vendit tonë të Kosovës, Maqedonisë. Do me thonë, hoxha nga Kosova vjen atje dhe gjithë muin i mban të ravit edhe namazet, a i bjen që ashtu? Po, për një muj Ramazan bëhet faljen e taravive, bën ligjërata për xhamatin shqiptar në gjuhë shqipe, pastaj bojnë disa si bëjmë një darka, organizojmë darka në si komitet iftara, në realitet iftar, komiteti shqiptar që bojnë një iftar që mblidhemi të gjithë. Po, Njomza, po shkolla, ti e nane 3 fëmijëve. Do me thonë, me 14 vjetë dhe më i vogli 9 nëse nuk gaboj. Po, i kam bazë 14, 12 dhe 9 vjetë. Po, zotit i rujt. Njomza, fëmit të pjesa e shkollimit, ju jeni atje të regove që 300 familje dhe do me thonë është pak e pamundur me pas shkollë shqipe, duke e di që nuk është një numër i madhë. Në qëfar shkolle frekuentojnë fëmit e juj, apo jënë fëmit e juj? Unë fëmijët i kam në shkollë islame, mësia këtu elhamdulillah e praktikimit të islamit është mirë, ndoshta lartësia është shumë e madhe, por kur ta e kam këtë lirinë e praktikimit të islamit për mua është një privilegj të Australi. Fëmijët e mi pi parashkollor, dhe në klasën e 12 janë në shkollë islame. Mësohet namazi, mësohet islami, mësohet ahlako, kultura muslimane. Po një gjithashtu në Australi, unë edhe në shkollat publike është drejta dhe ligia e praktikës fejas.
qoftë muslimane, katolike, jahudija, shka se Australia është një vend me popullsi të ndryshëm. Ka krishterë, ka katolik, ka jahudi, ka budist, po më thonë, çdo njeri ka të njërinë të praktikës të saj. Në shkolla publike ka vajza që ka pi klasës të tretë me mbulesa, nuk ka kurrë probleme në shkollat të Australisë. Ka vajza që shkojnë në shkollë, në punë, në fakultet, në rrugë, në çdo vend ku të shkojsh ti ka mundësi të shihsh vajzat me shamilë. Pa të parë diskriminimi. Po. Kjo diçka shumë e mirë që neve na duhet realisht me marrë edhe shembull që mos me u diskutu më çështja ambulesës në shkolla. Po, plus Allah që të vedisohemi rreth kësaj çështje në Kosovë që kemi për këtë problem, po është një dhimbje për neve që duke pas parasysh se Kosova është si vend musliman, 99% të popullsisë, edhe të ketë kësi probleme, është pak për të mbërzitur ne si popull, duke krahasu në vende tjera që janë me shumicë krishterizmi, ne si muslimani kemi të drejtën e shamis, të drejtën e praktikës. Esenca e shtetit është të veprosh, të kesh kualitet. Nuk e kanë shumë problem shteti në Australi si veshësh ti, si dukesh ti. Ata e shohin sa kualitet i ke. Po. Njomza, a ka vende falje në përqendra tregtare në Australi? Po, elhamdulillah ka shumë vende që ka me shumicë popullsie, që ka të muslimanëve, ka qendra tregtare, për shkak një lehtësu që edhe në spital, këto në çdo spital të Sydney po të shkosh ki vendi për më falën. Në qendra tregtare ku ka me shumicë që ka muslimanë dhe punojnë në atë qendra tregtare, sikur në Prishtinë se është shopping mall e këto qendra të mëdha, këtu ka vende të posaçme për faljen e namazit. Dhe me ta, liria e këtu të praktikës mundohet në mënyrë maksimume. Në çdo vend të punës, ku të shkojsh, ekziston një skallë që quhet freedom. Njomza, një pyetje kështu sinqerisht kisha desh një përgjigje. Sa i përket praktikave fetare, a ishe kthy në Kosovë, a ishe ndihmë rahat këtu apo atje? Po bëjmë sinqert, marrë jam në Australi, se në Kosovë, edhe pse jam në vit, kam studiu atje, kam qenë me treza atje, por në kohë të fundit, që 16 vite këto që janë praktika e islamit, e veprave tona, liria e drejtës tonë, jam ma comfortable këtu në Australi se sa në Kosovë. Unë gjithmonë në Kosovë elhamdulillah ma ka mësu Zoti marrë çdo vit. Me pa familje. Unë kur vi Kosovë, ala ekziston, se unë jam në aty viteve të 2000-tës, kur kemi vënë mbulesën që na u kanë kthy njerëzit sa paguhemi, ndoshta edhe ju jeni asnjë gjenerate. Po. E kur kam marrë këtu në Australi, unë atë sjellje nuk kam mujt me vërejt këtu. Kam hecur në rrugë, pa kurrë pengese që të kthej dikush të më shiqoj se çka kam në kokë. A në Kosovë ende ekziston kjo. Vajzat e hamdaj kam të mbulume, kam të reja, kam ndodhur hiç më larg vjet, kam marrë në Kosovë verës, kam shku për të pi kafe me një lokal. Dhe shbesoj e gjithë lokali se e kthejnë kryon ka vajzat e mia dhe kishit qua pse ka treja janë të mbuluar. Kjo pak, së falë Allah më ka vënë që të ndje ala nuk kemi vedisu në këtë çështje. Po. Çka mendon që mundemi ne si musliman me vepru, që me ndryshu, do me thonë këtë mendësi, edhe pse nuk është komplet në përgjegjësie jona realisht, për shkak se ne jemi njerëz dhe të drejtat neve duhet na siguroj shteti. Po, çka mundemi me bo ne konkretisht që me ndryshu këtë mendësi, edhe pse realisht ka ndryshu, pak për dallim prej viteve 2000 që ti i përmende. Nuk është bashkë e njëjta, mirë, po normalisht që ekziston ende, ju e ndjeni edhe më shumë ndoshta, për shkak se keni një liri absolute nëse mund të them atje. Edhe mandej kur vjen këtu e ndjen atë dallimin, ndërsa ne ndoshta edhe jemi ambientu, edhe nuk e ndjejmë shumë. Komenci dhe ajo, nuk i onë ndoshta mendoj se
rëndësia e një popullsie do jetë që të vërtetësohet është që ta kuptojnë se liria e njeriut nuk është zhvishet apo të vishet. Mendoj se të lexuarit e tepër të një popullsie duhet që të vërtetësohet më shumë në respektin e palës tjetër, e kuptimin të palës tjetër. Të lexuarit e tepër, unë mendoj se ndoshta mungon kjo në vendin tonë, nuk e di, ndoshta edhe gabojmë. Jo, realisht vetdia është pika kryesore për funksionim më të mirë. Vetdia për respektimin e anës tjetër është, unë mendoj, të lexuarit të bën që të kuptosh, të respektosh palën e kundërt. Para gjykimit, çdo njeri e ka të drejtën e vetes, sikur ne që i pranojmë të tjerët se si janë, edhe të tjerët duhet të pranojnë neve ashtu se siç jemi. Nëse ata kanë të drejtë, nëse ata kanë të drejtë që të vishen si të dojnë ata, kanë mundësinë të dalin, dasi të njëjtën gjë, pse edhe ne mos ta kemi? Çfarë na mungon ajo? Nuk ka rëndësi mbulesa apo si vish, a vishim me mbulesa, a mbuloj kokën e rëndësi është se prej meje çfarë përfiton shoqëria si femën e mbuluar, çfarë përfitimi ka si shoqëria jonë, çfarë kualiteti jep në shoqërinë tonë. Po qëndrojnë gjitha këto që i the Njomza, edhe shpresoj që ky emision ka me kontribu pikërisht në këtë ngritjen e vetdijes që ti e përmende. Unë të falenderoj shumë për prezencën, për përgjigjen e ftesës, ishte shumë kënaqësi me bashkë bisedu me ty, edhe shpresoj shumë që kur do që je në Kosovë, ki me ardhë edhe në studio, me na vizitu. Kismet, inshallah, në mundësi të vetme, nëse kam do vitë të vitë. Ju faleminderit shumë për ftesën. Shpresoj shumë që agjerim të pranuar, dua dhe lutje të pranuara dhe kalofshit të mirë në këtë 10 ditë shfundit të Ramazanit. Amin, gjithashtu dhe juve, më të nalaj në ba, në rëpini në bërë të përsonit. Amin. Selamu alejkum, çdo të mirë. Aleikum selam, rahmetullah dhe berekat. Miru pafshim në emisionin e radhës.